Ju përshëndes të gjithëve. Sot kam ardhur në një vend që padyshim shumë për ju do i pëlqej. Jam në një fabrik vaj dhe vaj duhet të merret në një fabrik fshati ku ti ta kontrollosh me duart e tua dhe të shikosh se si bëhet vaj. Për më tepër, vaj është thelbësor në jetën tonë dhe ne duhet që të dimë disa informacione. Po e futemi brenda tani po kam parashurën, të shikojeni me kujdes. Ulli mirë apo jo, si thoni ju? Sa është hidhja e ullirit në Shqipëri? Kam një pyetje. Ju sa vaj konsumoni për gjatë gjithë vitit në familjen tuaja? Pra, në një familje shqiptare, sa vaj konsumohet gjatë gjithë vitit? Jam kurioz ta di dhe edhe për shokët tanë që janë këtu, okay? Mua për shembull më mjafton një nga këta bidona të shihni këtu. Më mjafton ky, por sot kam marrë dy, një edhe dy. Dhe e dini pse? Kam marrë dy bidona, sepse dua që të kem dy bidona me vaj të vit që të furnizojmë se ku i dihet, mos ka ndonjë luftë. Shaka, po thuhet se këtë vit s'ka patur shumë ullinj dhe s'ka shumë vaj. Po sikur vitin tjetër të ketë akoma më pak. Kështu që unë e marr që të vit që ta kem, se si dihet. Dhe pres juve, sa vaj konsumoni dhe çfarë cilësie ka vaj që merrni ju. Pres. Dhe teksa pres turnin, po pi një kafe. Aj, po e pi së bashku me ju. Presim radhën edhe për kafe, se ka shumë njerëz. Brenda ka zhurmë, po këtu ka shumë erë. Dhe shpresoj që të dëgjohet. Çfarë benefitesh ka vaj ullirit? Dhe që kur përdoret vaj ullirit? Për çfarë bën mirë vaj ullirit për trupin e njeriu? Do dëshiroja një koment nga ju. Secili prej jush të lë një koment, sepse vaj ullirit është vetë jeta. Kështu që një koment nuk ju kushton asgjë. Pres komentet tuaja, ju përqafoj.